Se që dini nga muaj i shkurt këtu për sigurinë e komunikacion vetëm në disa qytete, e çuditërisht në qytetet ku shumica janë shqiptarët. Pra në Tetov, Shkupe dhe Kumanov, për gjatë koridorit 8 dhe në këto qytete aplikohet Safe City dhe SMS porosi të cilët ju vinë qytetarëve nuk ju vinë edhe në Shqip. Pra vinë në gjuhën maqedonase dhe vinë në gjuhën angleze. Prandaj edhe dje gjykata kushtetuese vendosi se ligji që parasheh realizimin e një projekti të tillë është në harmoni me kushtetutën, ndërsa deklaratat e kryetarit të gjykatës kushtetuese ishin krejtësisht skandaloze. Ju vetë pat, ai tha mund maqedonisht, mundet edhe anglisht, por jo edhe në shqip, madje tallej me inteligjencën kolektive të gjithë qytetarëve të vendit, duke thënë se ata që kanë vetur duhet të kenë edhe smart telefone dhe email, në të kundërtën le të voziten me kuaj.